Hello friends, welcome back and happy Saturday. Today is March 8. Kështu që po vazhdojmë edhe today's Women Days, apo këte na është edhe Mother's Day, edhe kështu që të shohim edhe se si ditë do të kalojmë edhe pa humbur kohë. Shiko, edhe sot koha e mirë që 3-4 ditë që e kemi është koha e mirë dhe kom hap dritarën, po unë e kom harru që to për Valentine's Day për me hek, kështu që kam bet këtë edhe ja ku është dritarja hapën që 3-4 ditë është ngratë, na po dalim po shkojmë në tregun e gjërave të vjetra të shohim apo gjuj diçka çka po gjuj, kështu që pa humbur kohë po vazhdojmë. Okej. Ja ku jam në qytet. Edhe ndoshta shkojmë tani në një veshopim, shkojmë dojë të liqini, të ujini. Ja ku jam tani këtu të lume, edhe përim pakës këtë, e pastaj sa do të shkojmë deri në veçërbime për me pa se si është, a ka diçka për me ble. Tani si më të përgatitëm për Germany, që të shohim. Ua. Ja, lumi ku është. Edhe koha është shumë e mirë. Shumë 20 gradë, po ma qëtë mu në telefon. Kështu që ja ku është pakës ujë. Shiko. Se e kanë regullu lumi sa bukur. Oh my godness. Shumë bukur. Shko i saj pas. Ja ku erdhëm këtu dhe ja ku po vazhdojmë edhe që shtot po të me lonë edhe amuna nuk e s'po ban edhe me shty këto ma këndi ku marën për mëngjes sa po këthy një burek edhe me djath kështu që këtu ngrot, po ha, edhe për ju tregoj kemi shumë gjëra të cilat kemi ble, na vet jo, po kemi ble edhe kështu diçka për mu bë gati për mu bë gati për Germany, për vacation in Germany. Kështu që do t'ju tregoj sot të gjitha. Shiko, mas sa muajve dimër të gjatë, tani kemi derën e balkonit hapur, edhe është mirë, dielli është ngratë jashtë shumë, që e kemi mbyllur ne këto pe mbyllim që 3 ditë, edhe kështu që dielli jashtë ngratë. Qitë saj lule du të mi vendosur akuma dhe shiko se si është bërë, është larguar e gjitha dhe ka qenë gjithë dimrin këtu, vendos ndoshta dikun tjetër.
Ma këtu e pas ka knas, shiko, pas kam pastru, clean, mirë, pas kam bu, shiko se sa është koha mirë, është koha fenomenal, si që këtë kova dhe jashtë. Shiko, që kjo është e para të cilën e kemi marrë today në tregun e gjërave të vjetra. Shiko se sa bukur, sa mirë është kjo këtë. Shiko këta po kërsosin këtë të cilën po punojnë këtë palatin këtë, shë? Janë të kjo e pregaditur. Kështë që shiko se sa e mirë. Mua po më pëlqen shumë. Kështë të kjo ikim brenda. Shiko today për Mother's Day apo edhe për Women's Day, shiko se sa të bukra e kom marrë që tu, shiko për së bashku me këto, nuk e dia e kom tregu, po këta e kom tregu që e kom rregullu kështu, por kanë qenë vetëm këto, edhe shiko se sa bukur si e kom rregullu, e kom bu kështu me këto lule dhe bukur për tashti është bërë këto ngjyra kolor me këtë kolor këtu. Shiko se me këto lullet këtu janë bërë fantastike, si dhe ja kom vendosën edhe nga 3 copa këtu, tash po duket bukur shumë, të cilët është bërë greeni edhe janë si të gjelbra, si të verdha dhe po rinë fantastike bukur kështu edhe qështët. Apshe sa bukur rinë. Shko e vendosa këto jashtë këtu, pakës në të merë dili edhe në të në gjallët. Pakës për shkak se ki dimrin kanë dejt mrena, dhe pse kjo është për mrenda, po që vetëm 2 copat vogla e ka vendosë. Shiko se ku e ka vendosë të leprin këtu për shkak se këtu, shiko, kam marrë akoma dhe këtu dhe shiko se bukur i ka vendosë që të, porin që të, parën që të, po më duke që mas porin mirë, sështë që një herë i kom vendosë që të i kom lonën, por të shohim se por të bukura, shumë të bukura kështë. Fantastik. Okej, tash po ju tregoj që tu kam zirë sot edhe këtë jakën më të hollë, do më thonë që është edhe ma ngratë, edhe dritarja hapën, edhe qështu. Shiko, që kjo është e vjetra ollë, shiko se si më është shky, shiko se si është bërë, edhe u shkyjën bot në gjitha gjanat që ndarë janë, dhe tani e mora new today, veç duhet me bo clean, që ka e pas ka dhe një të vogël që të, wow, qyre, njët me këta këtu, edhe pas ka që të, edhe nuk e di ka, jo, wow, njët kjo ka, që kjo 1, 2, fantastike, vetëm kjo Adidas e kjo Nike. Okej, që kjo e kina barë që shtët, 3 parë qarapa. Shtët, shohim 3, a vësë në që ka me vija, nuk e di pëse. Me që ta si bë, no. Edhe new, patikat e reja shiko se sa të bukra, sa të mira, mua më pëlqen kështu, të shohim a me bu clean, mi pastru edhe mi veshën. Shumë të bukra, shumë mirë. Edhe fantastike po duken kështët. Dhe ja ku janë që të 3 këtu, të bukra, shumë të mira, fantastike, edhe kështët. Të dhe bëthën këta me gjujt me hekën. Okej. Qita e kom vendos para shumë ditësh dhe duket fantastike kështu, është kjo një si simbol që më pëlqen mua shumë dhe shiko se sa i bukur, sa i mirë është, dhe kam vendosën këtu, shiko, kështu që dhe afrova kështu nga të shumë, edhe duket kështu që ja ku është këtu, së bashku me këto, edhe s'po dija me vendosën tashti këtu, edhe ato 2 maskat këtu që i kam, po s'po di. Edhe se duhet me vendosën gjona të cilët po kam dëshirë.
Kështu që edhe kjo do të rinë këtu, së bashku me këto këtu, si vjetë. Kështu tash krejt verën, le të rinë këtu. Kështu të. Jom duke I pregaditën pijama për mi veshën edhe sepse është ora pothuajse 8, tash fillon edhe programi Big Brother edhe të shohim, kështu që po përfundojmë me kaq edhe të shohim kishim një ditë sot në ditën e gruas, apo tek nesër festohet edhe dita e nanave, kështu që e shohim një ditë tjetër, tani takohemi përsëri, më duket edhe kësaj radhe do ta bëjmë me hënën e plot kësa marsit edhe të shohim 10 ritualet e hënës së plot. Edhe nga dalë duhet edhe me pregatitën, kështu që po përfundojmë këtu. Kjo pra është edhe të sa I përket edhe kësaj video, gjithë ju që pëlqeni videot e mia bëni like edhe bëni subscribe për pa të gjitha videot e mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.